Vazhdojmë me pyetjen e radhës e cila thotë kështu. Selam aleikum, a ka mundësi një përgjigje? Burri im thot punon në call center, është menaxher, por punon me femra gjysmë të zhveshura dhe rrin shumë me to, disi kënaqet me to thot. A është haram kjo? Puna në ambientet me gjeni të vërzjera është prej problemeve të mëdha bashkëkohore, e cila fatkeqësisht në shumicën e rasteve ka sjellë pasoja të padëshirueshme për të gjithë që punojnë aty, edhe për meshkujt edhe për femrat. Andaj Islami si fe kujdeset që të ofron kushte me korniza morale dhe etike të avancuara për të punësuarit meshkujt dhe femra. Dhe ky lloj punësimi, tash normal kjo konstatimi i kësaj grua mund të jetë edhe me buru nga xhelozia, edhe mundet mos me qenë vlerësim i saktë, po ne flasim për parime. Puna e meshkujve me femra bashkë sjell shumë pakënaqësi, shumë fatkeqësi, shumë kobe, shumë situata të padëshirueshme. Edhe andaj muslimani, nëse i imponohet një punë e tillë, duhet me kultivu devotshmërinë e tij, duhet me paksu komunikimin me gjinin tjetër, duhet me rujt nderin e vet, duhet me rujt edhe gruan e vet nga xhelozia për te, sepse jeta e tij familjare, private është me gruan e tij dhe fëmijët e vet. Jeta kolegiale ka kufi. Merret me muhabetet e punës dhe vetëm aq. Çdo tejkalim e këtij kufirit fatkeqësisht është dëshmu me miliona raste, jo me 100 raste, me miliona raste, çdo kalim i kufit komunikimin nga jo profesionalja në atë private ka kalu pastaj në flert e pastaj ka kalu edhe në situata më të këqija, Allahu na ruaj. Pra çak Islami mundohet që meshkujt të ofron kushte pune ku ata nuk do provokohen nga gjinja tjetër dhe femrave të ofron kushte pune që ata nuk do të provokohen për gjinisë mashkullore, dhe kështu që secili e bën punën e vet duke ruajt moralin e vet. E bën punën e vet profesional duke ruajt fenë e vet. Se fundi i fundit, nëse një mashkull apo një femër në vendin e punës ku punon rrezikon moralin e vet, rrezikon nderin e vet, rrezikon besimin e vet, atë punë duhet me lënë me një punë tjetër. Edhe në këtë rast do të thonë qetësia e tij familjare, qetësia brenda shtëpisë së tij është më e rëndësishme se sa vendi ku punon apo rroga që e merr.